A është e mundur ta mbash lëkurën të re pa botox, pa filler dhe pa kremra të shtrenjta? Po, dhe sekreti nuk është në shiringe, por në zakone. Ja plani 60 ditor që mund ta fillosh sot. Uji është baza e rinisë. Pini 1/5 deri në 2 litra ujë në ditë. Lëkura e hidratuar duket më e freskët, më e lëmuar dhe më elastike. Gjumi është botoksi natyral, 7 deri në 8 ore gjume çdo natë. Gjatë gjumit, trupi prodhon kolagjen dhe riparon qelizat e dëmtuara. Lëviz çdo ditë, 30 minuta ecje ose aktivitet fizik rrit qarkullimin e gjakut dhe jep lëkurës shkëlqim natyral. Ushqimi anti-aging është shumë i rëndësishëm. Shto në dietë perime jeshile, fruta me vitamin C, arra dhe fara, si dhe vaj ulliri. Shmang sheqerin e të tepërt, sepse ai dëmton kolagjenin. Kujdesi minimal, por i rregullt. Pastroje fytyrën bute. Përdor krem hidratues, DH dhe mos harro mbrojtjen nga dielli, edhe në dimër. Menaxho stresin, stresi plak. Frymëmarrja e thellë, namazi, meditimi ose koha me familjen reflektohen në fytyrë. Nëse i ndjek këto hapa për 60 dite, do të shohish ndryshim real. Lëkura më të pastër, më të fortë dhe më të shëndetshme. Bukuria e vërteta nuk vjen nga injekcioni, vjen nga kujdesi i përditshëm. Nëse të pëlqeu kjo këshille, shpërndaje dhe filloje sot sfidën 60 ditore.